Specialistët për hetimin e krimeve ndaj personit në drejtorinë vendore të policisë Shkodër arrestuan shtetasin amerikan BS 57 vjeç për veprime penale vrasja për shkak të marrëdhënie familjare, pasi me datë 2 maj në lagjin Vasil Çanta në një banesë të marrë me qira, dyshohet në gjendje ndehur për motive dobta, ka dënuar dhe goditur me sende forta dhe mjet prerës bashkëshorten e tij, shtetasin SS 54 vjeçe, e cila si pasojë të dëmtimeve ka humbur jetën në vendin e ngjarjes. Nga ana tjetër, specialistë sektorit të qarkullimit rrugor referuan më dalë në prokurori nisi procedimin e gjendje të lirë për një 17 vjeçar, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa le drejtimi. Specialist për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan më dalë në prokurori ku fitoi procedimin e gjendje të lirë për shtetasin SL 45 vjeç banues në Shkodër, pasi dyshohet se ka goditur me grusht të shtetasin F 77 vjeç për motive dobta. Specialist për hetimin e krimeve të postës së policisë Thet referuan më dalë në prokurori ku nisi procedimin e gjendje të lirë për shtetasin KG 67 vjeç banues në Thet dhe shtetasit DB 63 vjeç, LB 34 vjeç, të dyja banuesin në Thet, pasi janë kapur duke kryer punime ndërtimi pa leje. Specialist për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësia e Madhe referuan më dalë në prokurori ku nisi procedimin e gjendje të lirë për shtetasin ON 37 vjeç banues në fshatin Omaraj, pasi ka bërë kallëzim shtetasi BM 75 vjeç se 37 vjeçari i ka pushtuar një sipërfaqe tokë me pretendimin se shtetia. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të dyshën përgjithshëm Shkodër për veprime më tejshme.